Besa Shahini, ish ministri e arsimit në qeverinë e Edi Ramës, ka shpallur pa pritur kandidaturën e saj për kryetare të Prishtinës. Edi Rama e mori Besa Shahinin dhe një grup të tjerë politikanësh të Kosovës, pjesë e vetëvendosjes, në qeverinë e tij si skeme një loje poshtë brezit ndaj Albin Kurtit. Në momentin kur kryeministri i Kosovës vuante nga një sëmundje serioze, la përkohësisht drejtimin e lëvizjes në duart e Visar Ymerit dhe një grupi tjetër politikanësh, të cilët me financimin e Devolve dhe Hashim Thaçit tentuan të zëvendësojnë lidershipin e vetëvendosjes me një grup anti-Kurti. Ishte një puç në kuptimin e vërtetë të fjalës, i mbështetur nga Thaçi. Puç i cili dështoi si pasojë e rezistencës së aktivistëve të vetëvendosjes që rizgjodhën sërish Albin Kurtin. Pjesëtarët e puçit vepruan në disa shtigje. Shpend Ahmeti, kryetari i komunës së Prishtinës, negociatori i rebelimit, u largua dal nga politika së bashku me të tjerë si Fisnik Ismaili, Tukajgjin Gorani, Visar Ymeri, Dardan Mulliqaj dhe formuan Partinë Social-Demokrate të Kosovës. Ndërkohë, të tjerë si Besa Shahini, Ajrullah Çeku dhe Gent Çakaj gjetën stre në qeverinë e Edi Ramës, Gent Çakaj si ministër i jashtëm, Besa Shahini si zëvendës ministre dhe më pas ministre e arsimit, ndërkohë që Ajrullah Çeku u emërua zëvendës ministër i kulturës. Çeku nuk qëndroi shumë dhe u bashkua sërish me vetëvendosjen, me cilën u zgjodh deputet dhe aktualisht ministër në detyrë i kulturës së Kosovës. Besa Shahini u largua 4 vjet më parë, ndërkohë që bashkëshorti Dardan Mulliqi është një kundërshtar i ashpër i vetëvendosjes dhe eksponent i lartë i Partisë Social-Demokrate në Kosovë. Partia e cila në opozitën e Albin Kurtit ka tentuar të kopjojë teknikat aktiviste dhe guerile të vetëvendosjes kur ishte në opozitë, por pa ndonjë sukses të dukshëm. Kandidatura e befasishme e Besa Shahinit për kryetare e komunës së Prishtinës është një lëvizje që deri më tani është bërë në heshtje, pa shumë bujë, por me shumë jehon prapaskene. Vën çudi që njeriu që e ka mbështetur më shumë në Tiranë, Baton Haxhiu, s'ka shkruar asnjë rresh në portalin e tij. Televizioni i Devolve ka bërë vetëm një lajm të thatë. I vetmi nga kundërshtarët e Albin Kurtit që ka thënë diçka pozitive për Shahinin është Berat Buzhala, i cili në faqen e tij shkruan: "Nuk jam i sigurt a është Besa Shahini kandidate e PSD-s për Prishtinën apo në çfarë kapaciteti ka me kandidu, por ngjashëm sikurse Natyra Kuçi për Deçanin, edhe Besa për Prishtinën, jam i sigurt se janë super kandidate që kanë me bogarën më të mirë e më profesionale." E gjitha kjo janë pas një kaosi që mbretëron në opozitën e Kosovës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Albin Kurti po bën takime të ndara me pjesëtar të opozitës që të krijojë një koalicion qeveritar në Kosovë, pasi vetëvendosja e vetme nuk i bën dot numrat. Duket se një koalicion i tillë pritet të bëhet në prag të zgjedhjeve lokale të Kosovës që mbahen në vjesht. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ishte i pari që refuzoi kërkesën për koalicion, ndërkohë që ka sulmuar segmente opozitare kundër kryetarit aktual të Prishtinës, Përparim Rama, i cili fitoi 4 vjet më parë me mbështetjen e PDK-s dhe AAK-s në raundin e dytë të zgjedhjeve. Shahini, nëse del si kandidate pa përkrahje politike, nuk kualifikohet dot në raundin e dytë, ndërkohë që duket se ka një prapasken më të thellë. Loja ku Edi Rama ka hyrë si shkesë, ka gjasa të jetë një tentativë për të bashkuar vetëvendosjen me PDK-n në një koalicion të gjerë, i cili do të jetë në gjendje të arrijë më pas mundësinë për reforma dhe vendime të forta. A është Shahini një gur shahu, një përpjekje e Edi Ramës për tyrë në krushi për martesën e Albin Kurtit me PDK-n, duke vënë ish-ministren si kandidate e përbashkët e Prishtinës, apo është një provokacion i radhës? Herët për ta thënë, por deri tani ka një lëvizje mjaft kritike kundër Përparim Ramës nga përkrahasit e PDK-s në mediat e Prishtinës, që janë një sinjal që tregon se ka një ndryshim kursi, që padyshim do të bëhet më i qartë në të ardhmen. Fakti është se angazhimi i PDK-s në qeveri mund të jetë parë edhe si mundësi për të ndihmuar të burgosurit e Hagës nga ana e Edi Ramës, si një zhvillim gjithëpërfshirës. Herën e fundit që doli në pressing në T7, Baton Haxhiu nuk ishte më i ashpër me Albin Kurtin, dhe kjo është një shenjë